Për çfarë ndihet në faj, Qeratito rrëfen detaje mbi filmin me Luizellin. Mëngjesin e kësaj të mërkure, Qeratito ishte bashkë moderatore një misionit mëngjesit ku dhe ka ndarë me publikun detaje nga jeta personale dhe ajo profesionale. Moderatorja ka folur për filmin që po realizon së bashku me partnerin e saj, Luizellin. Ajo ka zbuluar sfidat dhe emocionet që po përjeton gjatë kësaj periudhe mjaft të ngarkuar me punë. Sipas Titos, puna intensive për filmin po e mban larg familje, sidomos nga vajza e saj Luna. Nuk takoj shpesh Lunën, ndihem shumë në faj, u shpreh Kiara, e cila më pas shtoi se pavarësisht ngarkesës së madhe po përpiqet të balancoj karrierën me jetën personale dhe pse shpesh ndjen mungesën e momenteve të përbashkëta me vajzën. Filmi me Luizin duket se ka marrë shumë vëmendje që në fazën e parë të produksionit dhe Kiara theksoi se projekti po jep mundësi të sfidojë vetveten në plane të ndryshme artistike. Filmi do të ketë pak dashuri, pak dram, pak si shumë të qeshura në shkurt. Do të dalë në kinema. Titullin nuk e kemi gjetur akoma. Jemi shumë konfuz dhe jemi gati gjithkohës në debat për këtë. Jo më pëlqen kështu, jo ashtu. Prit, duro, tha Kiara. Gjatë bisedës me Blendi Salajn, Kiara u shpreh se për te ekranit e roli nënës mbetet gjithmonë prioritet për të dhe se mallin për vajzën e saj e bën të ndjej edhe më shumë përgjegjësi për të menaxhuar kohën dhe përkushtimin në projektet e saj.